për të sistemuar problematikat? Juve keni shumë të drejtë, sepse ky është një shqetësim i vazhdueshëm i të gjithë qytetarëve të Lezhës, jo vetëm të Lezhës, por edhe të Kurbinit, dhe pikërisht në ulësiren perëndimore dhe që ka të bëjë edhe me pjesën duke filluar që nga Zadrima, që nga pjesa e Ishullit, pjesa e bregut Matës, vazhduar me fushkuqen deri në Adriatik, por edhe pjesë tjera të Mamursit, rezulton që problemet e energjisë elektrike janë kthyer në një gangren për qytetarët e qarkut të Lezhës. Prej vitesh, është papranueshme që në vitin 2025 të diskutohen çështje të kësaj natyre dhe çështja e bordit të kanaleve kulluese, çështja e energjisë elektrike dhe çështja e furnizimit me ujë. Është papranueshme që qytetarët e Lezhës vetëm me një rënje të vogël të shiu rezultojnë që dritat e ikin për orë të tëra. Sepse linjat e transmetimit rezultojnë që janë të amortizuara dhe janë të viteve 80. Unë kam marrë çdo ditë në takime me qytetarët, por edhe telefonata të panumërta për gjendjen e energjisë elektrike, nuk po flasim për nivelin e tensionit që shkon në këto banesat e tyre dhe një pjesë e madhe e pajisjeve elektroshpjake të banorëve të qarkut të Lezhës janë dëmtuar për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme, por edhe për shkak të mungesës së tensionit në rrjetet elektrike. Dhe dëmët nuk merren parasysh